gjithmonë live, për këtë mos e keni pikën e dyshimit, se kemi hasur me ca pyetje, a jeni live? Po, jemi live, të prekshëm. Unë jam Dajana Armieri, edhe duke gjatë. Ja, live. Edhe sot Armier se halle kjo dynja, hallit nuk i ngjan. O më na shmene edhe me këtë bobet. Mërjema gjithë teori pas zotit atë. Armier. Urda. Që ke gërthet? Shumë sa? Kush gërthet? Nuk e gërthet. Po tarë zonin lull bashës, po të... Më më takon. Më më takon me një qëtë që më gëtërë. Lulli, si qumë është. Ja, pas qike fevziu, dje. Si dilja rrugë. Se ne dinim qumë të urtë, po këta të urtë të ta e vamë brevësit si jakë, paf si alasoj njërës. Po, janë Po të e të rëzikshë. 150.000 veta, thoshtë Partia Demokratike, 150.000 veta në shesh. Kush e tha? Partia Demokratike. E ka thënë PD-ja, nuk ha debat. Imagino kur të dalin 3 milion në shesh, ç'do bëhet? E di kush ishte pjesa që më pëlqeu? Kur dilnin grevistët edhe ja bënin kështu. Më duken si deputet të radhës, shumë lezetshëm ishte. Ha debat. Bëllë me protesta se na bët me trafikun Që skandal. njëra prej tyre kishte ikur që andej nga greva, sepse... Se kishte lënë burri? Jo. I dashuri? Jo. Ishte me cikël? Jo. Ishte... Qa kishte? Ishte pushuar nga një firmë private. Lafe gazetash. U kujtua me vones. Edhe mua kështu lafe të këshia me erdëm. Unë, me thëmë të drejtën, kam përgëzimet e mia maksimale për këto që proteston. Të majt të djallë, sepse në shpirt e dua shumë protestën. Një njeri knaqër është një njeri që shkon normalisht drejt pak të vdekjes intelektuale. Mirë po, të dalësh të protestosh, do me thënë, se qarkullojnë virus e gripi, ndërkohë që të qarkullojnë sida fjala vjen, është pak, do me thënë, në një moment që administrata kështu, që shëndetësia ashtu, që buka kështu, që strehimi kështu, dhe të dalësh një popull ndërgjegjësuar kaq fort kundër drogës, duk çik si, po jo, kur pash 150.000 veta, më mbush mendja, kur pash. Mirë, po unë si kam parë 150.000 veta tani se na lë pa më, nuk dua të tregohe me majt, po 150.000 veta unë nuk i pash një grusht të vogël njerëzish. Kam parë ata që i kanë numëruar, i kanë numëruar partia vetë. Që shqiptarët janë shumë të lutur me këto protesta. Me hallet e problemet tona. Po pse gërthet, o Armier? Trash zërin burë. Ule zonin, orti. Jo, mirë, dakor. Miq të alarmit, rrofshi protestat nga të gjitha anët, shumë e sinqert. Kjo po, protesta që kur të bjerë bam, edhe ne që nuk shkojmë, ose edhe ne që s'kemi shkuar, të shkojmë themi po, kjo ja vleti. Si për armët kimike pësh. E të tjera po edhe kur të dalin për bukë, edhe kur të dalin për një person të vetëm, cilët janë mohuar të drejtat, na keni edhe neve për ditë. Mos u mërzisni për këtë punë. Jo se për drogën, për shkakun ne nuk kemi, ja ku jemi duke protestuar për ditë e për natë, duke për satir, duke ngritur dhe zërin, përveç teje. Jo, nuk jam. Përveç një. Droga le triumfoj për mua. Kështu jemi ndarë. Unë për shembull jam jo kundër. Okej. Nëse dalim ke një histori tjetër, po tek çadrat. Po tek uria. Po jo tek greva uris në çadër. Janë njerëz që vuajnë nga uria për një arsye shumë të thjeshtë. Për arsyen e thjeshtë që këtu shteti normalisht është shprehur që nuk është më babaj. Nuk të marrë shteti, ma vetë ta. Kështu që ti dhe zot vetes, a? Ashtu. Je i smur. Nuk e gju. Ashtu, nuk e le. Je i dobët, ta fusin tjerë. Qa të i shteti? Shteti zot vetes, pe ty. Se shteti është me të fortën. Kemi një familje, një gjendje super të mirëushme. Jetojnë tek plerat e sanatoriumit. Tek plerat e sanatoriumit. Kanë ngritur një tent me forcat e veta, nuk është nga këto të mirat e grevës uris. Kanë vite që bredhen nga i qytet tek tjetri. Kuptohet, nuk ka kaluar pasojën shëndetin e tyre, por fshida të mendor, dhe sot e kësaj dita ata janë në një gjendje, u ankuan të tjerët për këta, i do më thënë ishin më erë dhe më problem ishin këta se sa kazanët e plerave aty. Kjo ishte ankesa e banorëve. Ne shkuam dje. Pam dy njerëz të cilët i ka vënë poshtë kjo jetë, si që vë këdo që nuk i ka shpatullat e ngrota, nuk ka para, ose është i topët. Tyre i kanë marrë gjithë shka, pra kanë humbur bakti, kanë humbur shtëpi, kanë marrë pronat e tjera, janë endur në për Shqipëri, dhe kanë ardhur, dje na thoshin që kemi ardhur këtu në Tiranë se kemi qeverin afër. Kështu që mund të shkojmë të ankohemi. Janë ankuar ke qeveria, po kismet... I kishte dhënë zgjidhje, besoj. Nga 2027 dhe mund të vinë një përgjigje. Sa mirë, se ishin dhe të rinj te 10 vjeç, 15 vjeç. Aty tek 6 vjeçi, vërtite. Këtë emision,
shqyqyr Zotit që ka njerëz zemër mirë, e kanë parë le të themi, edhe disa njerëz zemër mirë. Jo thjesht për shkak të zemrës, por edhe për shkak të besimit, ata na thirrën sot dhe na u lutëm të mos i nxjerrim me fytyrë, të mos i nxjerrim me emër, të mos i nxjerrim, mos tregojmë kush janë. Të vetëm falënderim. Tha, le ta bëjmë për Allahun. Ne ai na ka mësuar që t'i japim, dhe ne normalisht do t'japim, do të shihim edhe gjë shumë interesante në atë supermarket. A market, nuk e di se ç'është, por është një letër ku thuhet, kush nuk ka para për ta paguar bukën, le ta marrë pa lek. Dhe ashtu funksionon. Ne shkuam me karrocë të madhe, kuptohet, nuk mund të shmangnim njërin nga personat që punon atje. Nuk mund ta shmangnim sepse duke sikur po vjedhnim. Jo, do na ndihmonte për të përzgjedhur produktet. Dhe le të shohim pamjet e kësaj dëmsurie njerëzore, dhe më vjen shumë mirë edhe për shkak të besimit, sepse këtu janë bosi OJF dhe një pjesë e komuniteteve fetare. Ndodh ç'ndodh, ata kanë punën e tyre, kanë rritet e tyre, marrë punën e tyre ikin, ndërkohë që me sa kemi lexuar këto librat e shenjtë thonë, jep edhe atij që se ketë festë tënde, edhe atij që s'është besimit tënd, shef një atë jep, nëse në rastin konkret kështu ka ndodhur dhe ne jemi super të lumtur dhe për hir të atij amanetit që na ka lënë ata të Zotit dhe këtij dyqani, ne kemi vendosur një këngë tek e cila falenderohet vërtet Allahu. Ta ndjekim. Ndodhemi në zonën e Paskuqanit. Ditën e djeshme emisioni ynë ka transmetuar në fakt një kronik për sa i përket familjes Shela, një familje e cila jetonte në një çadër të improvisuar pas senatoriumit në kryeqytet. Menjëherë, në adresën e emisionit tonë janë ofruar dy vëllezër të cilët kanë një biznes në zonën e Paskuqanit. Në fakt bëhet fjalë për një biznes të ri i cili kërkon të ndihmojë këtë familje. Pas krahave të mi ndodhet supermarketi ku ne do të shkojmë të bëjmë një furnizim dhe në emër të këtyre biznesmenëve t'ia dërgojmë familjes së varfër e cila jeton në çadër. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni ofruar për të ndihmuar familjen e varfër, historinë së cilës ne kemi publikuar ditën e djeshme. Është kënaqësi. Lëvizim bashkë nëpër disa nga vitrinat për të marrë, le të themi, disa ushqim. Normalisht. Vazhdoj. Time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way to Allah, you should turn. As he promised, he will always be there. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në me që është në emër të Zotit, Zoti ja ndriçoft edhe në familjet e tyre sigurisht që bën të mundur. Nuk e di, u kujtuan për dy njerëz që shteti i kishte harruar, me një gjest simbolik, vetëm me ushqime, por të paktën një javë, disa ditë. Nuk është fare simbolik, se është konkret. Dhe po të mos ishte kjo frika nga Zoti që thua ti, me thënë të drejtën, ajo karroca më shkoi goja lëng, thashë ta çoj në shtëpi time. Tash ti çoj vetëm cigar.
Armir, Po ata janë po mësuar. mdim qafir. E di, po. Po janë nga frika nga Zoti, edhe një lloj kështu për kushtimin ndaj të drejtës e drejtësisë tham, ja çojmë atyre. I quam. Tani, ajo histori është shumë e dhimbshme dhe si ka shkuar është për të qartë, është për lot. Po ka dhe një pjesë shumë të bukur, shumë njerëzore dhe le të themi shumë romantike në fund, një gjë që domethënë Që hasim shumë rrallë. shumë rrallë dhe që në ato kushte që është. Mund të thuhet dhe një gjë që për të qenë i lumtur, mjafton një kasole dhe 2 zemra. Në rastin konkret, një çadër, 2 kazana plerash dhe 2 zemra, se ata njerëz faktikisht e falenderojnë Zotrin ose Zotrin që u treguan aq bujar, po janë të lumtur edhe ashtu siç janë miqderuar dhe me dashuri për njëri tjetrin. Sidoqoftë, thash për të qenë i pastër dhe pavarësisht se më shkoi goja lëng kur pash atë karrocë plot. Shi. Po më shkoi më njerëzore, shejtani më të ndoi. O, bo, Po shqyr, jo, subhanallah. nese. Shkuam dhe ja dorëzuam. More ndë një gjë të regoje troq këtu. Ta them basi të shoj materialin. Now I don't know why she wouldn't say goodbye. Then it seems that I had seen it in her eyes. Though it might not be wise, I'd still have to try. With all the love I have inside, I can't deny. I just can't let it die. 'Cause her heart's just like mine. She holds a pain inside. So if you ask me why she wouldn't say goodbye, I know somewhere inside there is a special light still shining bright, and even on the darkest night she can't deny. So if she's somewhere near me, I hope to God she hears me. There's no one else could ever make me feel I'm so alive. I hope she never leave me. Please God, you must believe me. I've searched the universe and found myself within her eyes. Kemi ardhur tani pranë familjes Shela pas sanatoriumit. Kemi sjell ndihmat e 2 vëllezërve, të cilët menduan për këtë familje, e cila është në ditët e saj ndoshta më të vështira, për të dhuruar këto ushqime. Zonja Lulzime, Urdhë. të gjitha këto gjëra që keni këtu përpara i kanë dhuruar 2 vëllezër me zemër të madhe. U është përblefti i madh i Zotit më të mira. Ata janë të ndihmuar nga i madh i Zotit, se s'ka me, nga mua se s'ka me, po sa të bëj unë, po. Si të bëj. Si të bësh? Falenderoj shumë, po. Çfarë të them? I falenderoj jashtë mas ato, unë të rroj fëmijët, gjithçka, po kam dhënë gjë. Unë jam Çfarë dëshiron ta hash diçka nga këto që unë të ta jap? të gjitha më jeni po, më të them. Çfarë të them? Kemi bërë duhan të bim. Të gjitha. Vije pash e ti me zonjën tënde, me gruan tënde, pini duhan. Po duhan e pim. E pini duhanin, e? Ta hap të paketat tash e do pish një cigare? Kena i duhan kështu, po ku e bletë ata. Po ja me qënë se ju e kanë dhuruar ata çuna. Doni të pini ndonjë Po tani? falenderoj, po. Po falenderoj. Jepe me atë kopjen, jepe. Tash ka mundësi kjo zonjë të marrë. Dje e pash e po pinit një duhan të 2. Po faleminderit. Ne. Keni çakmak ose shkrepse? Po na thash s'kemi. Kemi as çakmak. Hajde vëlla, hajde. Ke çakmak? matter how I try, say it's all a lie. What's the use of my confessions to a crime? If
gare. Po të blokoj më shkrija, të blokoj fare. Tornadja bë, tornad. Pime një farkarar, pa mban kështu dhe mbet keq pastaj. Dashke shumë domethënë. Jashtë mase, unë i them mami. Jemi marrë me dashuri. Jeni marrë me dashuri. Ka pasur çik lidhje në kodri, po kemi qenë të dy që e bëjshin plak kuqim. As kjo as unë dhe mbetëm se kishim turp. Na të besoj. Ta dham duket, ëh? Të dashke. Si s'më do mua. Ku ti e do? Jashtë mase. Ndë boza, Po mirë, si e bluan në vetë të tij. Vetëm softë se vetë. Po ti më shikoj. jeni bashkë përsëri? Jo, bashkë i vdesa vdesim neve. Ne bashkë. Ndaj më mua mbasin mua do vetë blenë diçka më mbasin atë ka marrë këtë. Se këto i kanë bërë ato. Sa vjeç jeni juve? Unë pa vetë 57, jam 59, kjo është 63. Unë 52 vjeç. Dalin 63. Miqtë e larm, po largohemi tani nga çadra e çiftit Çela, e cila vazhdon të qëndrojë këtu pas senatoriumit dhe ndihmat që ne sollëm ditën e sotme janë vetëm pa kushime sa për të kaluar ndoshta këtë javë. Mirë ti ke vënë këngën time dhe rrof dashuria dhe po e diskutoja me kolegun tim dhe do ta them troç. Me atë dashuri që kanë mund të përfundojnë që zonja mund ngeli dhe 7 zana atë çadër. Dhe Këtë nuk e di, po vetmja gjë që është e sinqertë aty dhe që besohet shumë është që thanë të dy bashkë do të vdesim thanë. Jeton që sa më gjatë dhe e kuptova. Në sensin që do vdesim me njëri tjetrin. Pra, mjafton një kasole, 2 zemra dashuruara. Buke kripe, ze. Më duket se i futëm sherr me gjithat karos me ushqime. S'ka televizor. Ajo po të them unë që jo, për karos po ushqimet i kanë ata. Po ngjërin aty. Ajo që tha kolegja, po ti s'përfitove një gjë. Ha një herë. Jo e pa që ata s'kishin çakmak. Çakmakun ja more ti? Po! Dhe ato poshderës ja hodhe ti? Po! Mirë. Tani tani tek një hall tjetër. Po. Halli sa banorëve që nuk është hall që ka lindur sot, por ka shumë Ku në ç'vend? Durrës. Dhe, miq të nderuar, në një zonë atje na është ngritur një fonderi. Po. Që shkri? Gjithçka që shkrihet. Qa shkrihet? Shkrihet gjithçka. Mu më shkrihet. Metal, po, edhe ty të shkrim, Dajana. Mua s'ka burë nënej që më shkrim, po vazhdo. Për ditë më vjen mesazhe për ty, po jo pse shkrihet. Jo, shkrien tjerët me mua, unë rristoike. Pardon. Ja, me pult. O zemër, po të filloj të regoj unë hallet e mia, do i harrosh të tuat. Më mirë fuz një qeshme, bëj me qeshet e tjerë dhe i bishkur. Eksakt. Atyre, në rastin konkret, shkrin dhe bateri, të cilat kanë lloj metalesh, të lehta, të rënda, që qarkullojnë nëpër ajër. Po në radhë parë të ndjekë mankesën e banorëve. Asnjëherë s'është më mas për këtë punë. Ja, akoma atje vazhdon. Çfarë një fabrikë apo një ashtu, gjithë ky popull këtu. Edhe qa pyet pasaj qa shteti ishte ai. Nuk e di qa them, sëri. Jemi bërë sa herë për këtë problem. Edhe nuk merret asnjë lloj mase s'ka të marrë. Kemi me vite të tëra që kjo po importon nga jashtë shtetit dhe kjo është më e tmerrshme, mbeturina baterish dhe i përpunojnë këtu. Ajri ndotet është aq i vazhdueshëm sa neve në momentet e caktuara kur hapim dritaret na hyn bloza brenda. Plus edhe fryma na merret. Ka ndikuar shumë tek popullata jonë, duke parë që nga fëmia në embrion pa u nisur akoma, e deri kur lind, edhe deri te të pleqt. Kemi ngritur disa herë, kemi bërë peticione. Unë vetë konkretisht kam qenë brenda në funderi, bashkë me shumë të tjerë, bashkë me atë zotërin që ju foli që parë, dhe i kemi ngritur, na erdhën nga bashkia, një shoqat e pavarur, përsa i përket ndotjes ambientit, dhe nuk bëm dot asnjë gjë. Ish qeveria. Për mua nuk kam absolutisht as me ish, as me është. Për mua ka rëndësi që ligji të jetë për gjithë njësoj dhe ajri është për gjithë njësoj. Neve na merret fryma, nuk hapim dot dritaren kur shkulmi vapas vetëm nga era e helmit. Tek Ministria e Mjedisit e keni shprehur këtë ankesë? Nga Ministria e Mjedisit na erdhi kur kemi qenë konkretisht në komunikim brenda në funderi. Edhe na thanë do ndrojmë filtrat. Ne i tham nuk duam që se ishte momenti që duhet të riportohesh licenca. Po bashkia nuk ja aprovon mbas ankesës tonë që kishim bërë. Po aprovimi final ishte nga Ministria dhe Ministria ja jipte. Çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë në mbas 2009-s. Ju thatë pak më përpara që vuanin nga astma. Sëmundje kronike, nga astma, diabeti, zemra. Dal nga shtëpia, ku të shkoj? Shtëpia mbushet me ajër të ndotur. Edhe na prjasha në ambient, po ajri ndotur, kam rënë pa ndjenja, kam shku në urgjencë në spital. Ku të vemi? Sa vite je smur? Për sa vite? Kam me fjalë 10 vjet që jam me smur.
Tani jam rënduar më keq. Plus kam edhe një fëmijë të smur, paraplegjik. E marrë nxjerr atë ku ta çoj atë fëmijë. Edhe atë ze epilepsia. Futemi në shtëpi, vemi në shtëpi, shtëpia e ndotur. Dalim jashtë, ajri ndotur, ku mund të shkojmë? Kushte nuk kemi, s'kemi ku të shkojmë, që të ndrojmë ambientin, të ikim deri të lëmë këto shtëpi, nuk kemi ku të shkojmë. Jemi ankuar kudo, po nuk ne zgjidhu ky problem që neve e kemi shumë, me fjalë, e kemi rast shumë urgjent, që duhet të bëhet një diçka. Marri masa qeveria. Ky problem është i kahershëm. Ne kemi vujtur edhe vujmë. Gjatë dimrit të paktën hajde se po i mbyllim dyrt që mos marrim në iftofje e kalamajve. Po gjatë verës janë bën protesta këtu. Gjendja është alarmante. Ja ku është Mbesa. Që në mëngjes ajo ngrihet duke të shtitur. Edhe nxjerr hunë. Ajo është 2 vjeçe. Ka probleme? Po kanë fillu problemet. Ky është llafi. Prandaj edhe ankohemi se duam të jepet një zgjidhje. Aty shkrihet alumin, bakër, bateri të prishura. Çfarë nuk bëhet aty? Me këto tymrat na ka mbytur si gjë s'kemë që të bëjmë. Edi Rama kërkoi të votën, ja kena dhënë, ka bërë për të gjitha si gjë tash Edi Rama të marri masat. Po ne populli, si na me fëmijë të vegjël, era me fëmijë të smur. Sa vite që jetoni në këtë zonë? Kena 9 vjet. Edhe me këto tymra tash se di ç'të bëjmë ne me këto. Të marrim masa Edi Rama ta mbyllin ose të bëjnë diçka për ne populli. Halixhi. Hapi krahët, hapi. Api petale. Dëgjoj, Armir, është shumë e tmerrshme që të mbys shtëpia dhe ti përpiqesh të dalësh të marrësh ajër jashtë dhe duke imagjinuar që jeton edhe në një qytet bregdetar si Durrësi, që të paktën unë e kam të preferuarin tim, dhe ti del jashtë edhe hase me shkrirje në baterit, o ti dil se dush, po flas për ti për zotrin. Ti del jashtë mërkur dhe përshtyn plumb. Zihesh me tjetër me fqi më shumë, tu e përshtyn ai tak me plumb lulet balle. Armir, je shumë kakomazist. Nuk e di si term kines, po... Se dhe dje 10 si qa nga trove, por në alert lutëm tani. Tha i qytetarit Durrësit, tha 10 mazhoranca, tha 10 dhe opozita, gjithmonë. Edhe kënë në qa qyteti ishte? Në Durrës. Okej. Dhe po thonim që shofim fabrika, e cila shkrin po thonim që e the ti o burrë, se se tha njëri tjetër. Mu dukën ca gjëra dhe si puseta, nuk kam i sigur, po trumbullata. Të skrapit, e? Shofim, nuk e di, po normal, Mama, e di kush më pëlqeu, të lutem. Ata them pak, e di kush më pëlqeu? Kush? Ai traktoristi që punon me kanatiere.
Kuptohet kanë shkuar gjithandej këta banorë dhe ne normalisht shkuam tek Ministria e Mjedisit, për shumë arsye. Për të pyetur atë parë, a ka lidhje me këtë biznes, ata pretendojnë që ka dhe lidhje brenda ministrisë e cila nuk ndërhyn. Pse nuk ndërhyn? A ka letrat në rregull, a kanë bërë inspektim, a kanë matur ajrin e tjera. Shkuam tek Ministria e Mjedisit për mos të zgjatur të shohim se çfarë ndodhi atje. Jemi pranë Ministrisë së Mjedisit për të pyetur rreth fonderisë që ndodhet në qytetin e Durrësit, sa i plotëson kjo fonderi të gjitha kushtet mjedisore dhe a i lejohet asaj që të kryej këtë aktivitet në afërsi të një zone të banuar. Zëdhënësja për shtypje Ministrisë së Mjedisit nuk është ditën e sotme në këtë institucion dhe ne nuk marrim dot asnjë lloj përgjigje për sa i përket problematikës së fonderisë në qytetin e Durrësit. Sigurisht që këtë histori nuk do ta lëmë me kaq, ne do të jemi edhe javës tjetër, megjithatë për momentin publicitet në pjesën e dytë me të tjera çështje dhe halle. Jemi rikthyer sërish të dashur, jemi në pjesën e dytë dhe me të tjera çështje do të shkojmë në qytetin bregdetar të Vlorës kësaj here. I cili është bërë, të themi të vërtetën, si qyteti i Tiranës. Pse? Me kioska, si dikur Tiranë nuk më le ta mbaroj. Si Tirana në vitet 90. Miq të alarmit, Vlora jonë e bukur, Vlora e Edi Ramës, le të themi. Po, se nga aty fillon. Është deputet. Na është mburu që ka prejardhjen, ka syrën e tij në Vlorë. Oh, ka prejardhje? Po, kështu ka thënë. Unë e di vleja të rumun kështu më origjinë. Po ç'diti unë po them çka ka shpallur, thotë jam arritur në Vlorë, i këtej kam daja, a ke dëgjuar që thotë Berisha 1-2 Spiro kolegës? Po, kuptoj atë. Kështu që njerëzit e mamas i ka andej. Po mirë. Shumë mirë. Deri këtu kryevepër. Urdhë? Ka papaj kash. Po ku ti qop, se kush jam? Ku ti qop? Zvajku jam unë që të merrem me biografinë e tjerëve? Vlora, tha me kryeministrit. Vlora e kësaj, Vlora e asaj. Para ca kohësh. Ose para ca kohësh. Këtë javë nisëm një herë me Vlorën, cila ka hapur sezonin turistik, po s'ka hequr me turistë nga bregu detit dhe nuk ka përfunduar. Po e mbyllim si javë, se nesër e dini që kemi më të mirat. Po e mbyllim këtë javë me një gjë që e kemi marrë nga lajmet. Pra, mos na gjykoni keq ne, në lajme thonë, kioskat e Vlorës po mbysin Vlorën dhe nuk është bërë asgjë për t'i hequr. Ta ndjekim kronikën. Aksioni ndërmarr 6 muaj më parë nga Bashkia e Vlorës për largimin e kioskave mund të quhet pa ndrojtje i dështuar. Mbi 60 kioska numërohen në bulevardin Skelu i ftohtë, të cilat ofrojnë produkte të ndryshme dhe kryen aktivitetin e tyre tregtar të pashqetësuar nga askush. Aksioni dështuar i policisë bashkiake Vlorë kishte si qëllim heqjen e tyre dhe lirimin e hapësirave publike, të cilat do të vendoseshin në dispozicion të qytetarëve apo turistëve. Por kjo gjë jo vetëm që nuk ndodhi, por përkundrazi nuk po respektohen të paktën distanca që këto kioska duhet të kenë nga njëra tjetra. Vendimi marrë nga ana e Bashkisë Vlorë u shoqërua me reagimin e pronarëve të kioskave, të cilët jo vetëm kundërshtuan forcat e policisë, por edhe protestuan para zyrës së deputetëve të tyre, njëjërazi te kryeministri të vendit Edi Rama. Në një kohë kur Vlora u pastrua nga ndërtimet pa leje, kioskat vijojnë ende të zaptojnë trotuaret. 2 ditë më parë, ky qytet çeli zyrtarisht sezonin turistik, por që në fakt duket se për këtë herë nuk pretendohet shumë. Kjo edhe për imazhin as pak të ishëm që ofron sot Vlora. Infrastruktura e çalt dhe e dëmtuar, mungesa e zyrave të informacionit për turistët, hartat e paazhurnuara prej vitesh i lën ata në mungesë të plotë orientimit. Probleme këto të cilat u shoqëruan edhe me praktikën nga drejtuesit kryesor të pushtetit vendor gjatë ditës që Vlora çeli sezonin turistik. Tani do mbroj pak popullin vlonjat punëtor. Armir, çfarë bëjnë vlonjatët e shkret tani? Të hypin prap gomoneve? Me skafe? Se tani marijuanën, hashashin që është një kokaina, petitina, të gjithë nuk po ja lejojnë. Tani le të merren punën me kioskat shkretet. Çfarë do bëjnë tani? Do gordin për bukë? Se u zgjove ti një mëngjes të merresh me këta? Jo, edhe vlonjatët vetë faktikisht ndjehen kokulur pas avionit që ran në Myzeqe. Era parë që aputën lalët nese. E donin të pista vetë? Po, se orë, sulet do të ike që është i flamurit qënit apo nese. Atëherë, miqtë nderuar. Por ne le të bëhet prap me kioska se tek ishim rumpall, edhe ishim mirë kur ishim rumpall, të themi drejtën, leku letër, pse s'bëhemi dhe një herë tjetër.
Mirë, po faktikisht, duhet që është vendosur ligji, duhet që është vendosur rendi, duhet do bëhet një lungomare në Vlorë, që ta marrë në Vlorë në këmbë vëlla, nuk e di se... Nese. Nuk e di se qa. Nuk e di se ku do laje njerëzit, se imagino të del tjetër në lungomare, për shumë kollare kostum duke shëtitur, e ti me ndër me mbathje atje, nese, historit tjera, e ka bodo da kemi dhe ne, si gjithë, globalizëm e sapi. E po thoni për ku ishim? Për kioskat. Për kioskat. Më falj. Kollare lungo. Për kioskat. Vjen, e tham njerë. Më falj. Mos u fikso në një objekt. Në ankohet një banor, i cili kioskën e ka në hundë. Për një arsye të thjeshtë. Që është? Që ata që pin kafe ke kioska vinë e bëjnë qiqin ke dera këti. Qiqin dhe jo vetëm. Po. Qa bëjnë tjetër? Shkundin cigare. Të ndjekim ankesën. Kam prej 3 vjetësh që po merrem me Inspektoratin Ndërtimor Bashkisë Vlorë, në të cilën disponoj këtë dyqan këtu, parukeri, në të cilën më punon nusja me gjithë trupën. Përpara këtu kam patur një lavazho, nga lavazho më vendos kioska, që kryen funksionin si klub. Aty ka arritur puna gjatë gjithë tyre 3 vjetëve mbeta Vlorë, Tiranë, tek Inspektorati Kombëtar dhe i Vlorë. Unë kërkoj që të më hiqet kioska, në fakt disponoj të gjitha dokumentat të sakta, të firmosura, që nga Shpëtim Gjika, nga Këshilli Bashkiak, nga rregullimi i territorit të qytetit, nga Inspektorati Kombëtar, që po më sorollat, po më thonë që do të heqim sot, do heqim nesër. Kioska aty kryen funksionin si lokal, që është ndaluar ligjërisht me vendim qeverie, nuk lejohet kiosk njerë. Sepse unë s'kisha pse të idhja këtu një mal me lek, të blej një dyqan, po blej 20 kioska dhe unë si gjithë tjerë dhe punësoj 20 veta. Kur aty mua me vender më del tjetëri më bën urinën, më bën shumë gjëra, lokal, shajmë, bëjnë gjitha. Unë këtu e kam me projekte, kam lulishtje, zotri, i pagoj taksat shtetit, kërkoj të më hiqet kioska. Bashkia e Vlorës ngrej mendimin tashi, siç ma ka dërguar kryetari i bashkisë me shkres nga që disponoj nga avokati i popullit, më ka dërguar një shkres që unë nuk mund të heq kioskën sepse nuk disponoj mjete, më thot, në të cilën për mua është një gënjeshtër, edhe një mashtrim e quajte, sepse për kioskat e tjera pati mjete ai, për këtë nuk pati. Ish drejtori parë, mos Inspektorati Ndërtimor, dhe ish punonjësi tjetër aty, po, dhe është drejtori aktual tashi, në të cilën ma ka shprehu që nuk e ke nga neve. Faktikisht, ai e ka bërë, mos i bjeme në qafë, si që është për të e ka bërë vendimin, mua më përshojnë na puna, më thot, sepse është një hiks në bashki që ndoshta disponon disa kioska në rrethin e Vlorës. Për një pak derën shikojmë miqtë e emisionit tonë, distancën që ka nga kjo derë tek kioska e cila ka edhe karriget dhe çadrat. Me 10 metra është e matur ajo. Është 10 metra është e matur. Distanca rruga kryesore. Nuk ka. Po, ka dhe një hapësirë këtu që për momentin është parking apo jo? Jo, është parking, i lën vetë makinën, mos mund të zjemun me të tjerë, me njerëzit aq. Me njerëzit s'kam pse të zjemun unë tash. E kam arritur aty që kam bërë dhe kërkesën Inspektoratit Ndërtimor dhe Degës Vlorë dhe Inspektoratit Kombëtar. Në qoftë se nuk disponojnë fadron, makinë, e paguajtë unë. Nuk më kanë kthyer përgjigje, jo, absolutisht, nuk më kanë gënjur, vetëm më sorollasin. Tani, ne nuk jemi as pro, as kundër kioskës. As pro, as kundër dyqanit. Po ne jemi pro shtetit. Dhe ky shteti nderuar ka një vendim për prishjen e objektit dhe pastaj vazhdon vendimi. Proces verbal ka aq, vendosa thot prishjen e objektit kiosk të zotit filan. Kemi, ky zotëri ka shkruar avokatit të popullit. Dhe avokati i popullit i kthen përgjigjet bashkëlidhur, i kanë gjitur edhe shkresën e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Vendor, Vlorë, në datën 3/2/2014, ku thotë, në përgjigjet shkresës tuaj aq e kaq, drejtori i institucionit tonë, etj. Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Bashkia Vlorë ka bërë evidentimin në të gjitha kioskave të ndërtuar në ambjente publike dhe ka marrë dhe vendimin për prishjen e tyre. Për shkaqe objektive, mjeti prishës që neve kemi në dispozicion është jashtë funksionit, ekzekutimi këtyre është tyr deri në zgjidhjen e këtij problemi. Do më thënë, 3 muaj për të rregulluar një fadrom, mjet prishës, nëse quajmë këtë mjet prishës. Për këtë kemi vëndje një kostisht dhe kemi vënd, pra duke u falenderuar, faleminderit tot. Pastaj kemi
Zotit me Troka, këtim përgjigje po e vëmë dhe jeni se nuk është në kompetencën e drejtorisë planifikimit të teritorit të pajis me ndërtim leje persona fizike e tjera, i thot kryetari Shpëtim Gjika, pra nuk i kanë dhënë leje. Pastaj kemi dhe Këshillin e Bashkisë Vlorë. Ashtu thot nuk e kemi dhënë ne leje. Po kush? Vajtëm ke kioska për të pyetur, ta ndjekim. Mirdita, unë shuem Anjeza. Im shoq ka marrë këtë tabakinon me leje nga bashkia gjithmonë dhe me të gjitha leje dhe regullat. Të dhoni mund të shikoni. Si që shikoni dhe vetë, neve jemi mjaftueshëm larg nga pallati sa na takon, apo jo. Këtu janë pallatet e reja, jo nga pallati që janë më shumë se 10 metër larg. Atëre, unë nuk e kuptoj se çfarë kërkon zotria nga neve, po ai duhet të merrte parasysh vetëm një gjë, që ai bleu një shtëpi dhe jo dyqan, që kërkon pamje. Në qoftë se dosh dyqan, për pamje do vej ta blej anën e detit ose dyqanet ja ku janë, apo jo. Tani, unë me ligje, me rregull jam shumë në rregull. A i thot i këti, po dhe unë dua të ushqem, se jam me qira, jam me fëmijë, jam me bunin pa punë, 2 veta jemi këtu. A i e mori parasysh, sepse këtu gjeti një aktivitet. Ky aktivitet ka 7 vjetë që punohet këtu, ndërsa ajo ishte shtëpi. A i e blen për shtëpi dhe e kthen dyqan. Tani thot ngriu i këti, se dua unë pamje për para, unë nuk e di, nuk e kuptoj. Megjithatë, drejtësia dhe të gjitha që janë i nuku, të gjithë që kanë ardhur na kanë dhënë të drejtë dhe nuk na ka lëvizur edhe kryetari bashkisë dhe të tëra ka qenë lavazho dhe është kthyer tabakino për shkak të atit njeriu. Kam hedhur ndërkohë 10 milion lek poshtë të parat, gjithmonë kredi dhe kemi hapur këtë aktivitet dhe ky aktivitet është hapur me 10 milion lek të tjera në kredi bank. Jo, ka një pretendim të tillë që këtu ju nuk e mbani vetëm kështu si kiosk, le ta quajmë me fjalën popullore, por këtu është edhe lokal, pasi juve keni nxjerr jashtë edhe tavolina. Cilat njerëzit po shkruajnë telebingot, llotarit, ulen, pi një kafe në mëngjes, nuk ashtu funksionojnë të gjitha tabakinot nëse juve të shikoni, është dhe më poshtë, është dhe në skel dhe kudo të gjitha kanë. Kur keni marrë lejen, e keni edhe këtë të përfshirë, dua të them. Kemi të gjitha. Po, 2 tavolina janë të përfshira dhe paguhen në licenca dhe në të gjitha siç ne i kemi. Dhe 2, megjithatë ky nuk është shkak për 2 tavolina, sepse 2 tavolina hiqen. Që aty ulen njerëzit në kafe. Po nëse ka nevojë për në tualet, ku shkojnë njerëzit? Jo, në tualet absolutisht, këtu është gjithë pallatet dhe madje gjithë pallatet do ngrihen, do ankohen për atë që e ka bërë shtëpin dyqan. Për atë, sepse këtu njerëzit nuk janë aq të pa edukat, sepse tabakino ka kudo dhe s'mund të vej tjetri më fal pak në rrugë për nevoja personale, ë? Shumë e dashur zoti kryeministër, ne që je deputeti asaj zone ke zyrën atje. Këta ankohen se është kioska. Për kioskën janë letra që thot nuk ka leje. Kioska ka licencë. Kioska del dhe thot kjo ka dyqan e ka padur shtëpi. Kjo është Vlora për momentin. Po ore Vlorë. Vlorën ka për puthe ti. E puthe? Po. E mbanje me shëndet. Vlora është pik. Po që ti bëjmë Tiranës tonë. Se me? I ke par makina tona të shkreta, në për gropa, të merri vërtet. Ngrilëm gjdo 2 ditë e servisi. E kuptoj. Aj sa mendoj e një servisit se po ja luaja. Miqtë të nderuar, kemi marrë 4 gropa, 2 që janë me i vënd, do më thënë gropa në qëndër, 2 që janë në i vënd, do më thënë kur shkon nga liqeni që i bikte nga mbrapa gardës, një këtu në kino studio për hallin ton dhe për qefin ton, dhe një ke kafe Flora me, po lejmë që unë po them qëndër Tiranë, shifeni. Hallet tona i kemi harruar. Jemi në rrugën Pasho Vasa, një rrugë me 2 degëzime. Degëzimi parë që vjen nga garda dhe degëzimi tjetër që shkon drejt liçenit artificial të kryeqytetit. Shikoni miq të dashur se në çfarë gjendje është kjo rrugë. E nisim nga krahu ynë i Majt. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, lale, ku ka si Tirana. Por shikoni edhe në krahun e djathtë se në çfarë gjendje është rruga. Hajdeni. Pjesa më e madhe e rrugës është shtruar, por është një super grop. Ja. E shikoni se çfarë ndodh? Ajo makina që sapo iku ka lënë stopin te kjo grop. Shikoj sa grop e thellë. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana. Dëgja, e theve para kol.
O që ti bëjë, bërë? Nuk e pe? Po që ti shofë shtu? Ta ishte. Buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, lale, buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, lale, buka si Tirana. Aj ta shty pak, aj se ngjet. Kjo Tirana zemra mode, hapë tyre që ta një, e ka të qofshin nise erdë, ja dhe gjithka në të tërë. Jemi në rrugën e Durrësit, në një nga akset kryesore hyrëse të kryeqytetit. Shikoni edhe në këtë rrugë se çfarë ndodh. Buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, lale, buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, buka si Tirana, lale, buka si Tirana. Jemi tek rruga Aleksandër Mojsiu, pranë Kino Studios. Shikoni se sa problematike është kjo rrugë. Vetëm një batut kam për atë që tha, ju I keni bë këto gropat, Po, pra, të bë kësha gropën, gropat I bën bashkia, si bëjmë ne. Ne ku të regullojmë moj motër. Kaq për Do të sonde. lidhemi me njëherë me ora ekonomisë, se nga ekonomia varet edhe rruga, dhe nga Padyshim. ora ekonomi varet dhe Besarti, apo Besarti varet, si ishte shpreja? Përma Besarti. Jo, faktikisht ora ekonomie ka trajtuar çështjen e buxhetit të Tiranës, nuk ishte një vështirësi që zoti Enobozë ka sqaruar këtu pse nuk ka investime, ndoshta mund të shpjegoj dhe arsyet pse gropat nuk janë bërë akoma, por pavarësisht kësaj, censusi I vitit 2011 ishte 11 që është bërë në Republikën e Shqipërisë, 2 janë bërë që në kohën e Zogut dhe I fundit në Shqipëri është bërë në 2011. Sot do diskutojmë me ish-drejtoreshën e Instat, zonjën Ines Nurja, gjithashtu kemi të ftuar edhe ekonomistin Gjergj Rebara, si dhe sociologu dhe zotin Kosta Bajrapa, ku do diskutojmë për shifrat e përmendura në këtë census. Ajo që bie në sy është që në vitin 2027 mund të kemi vdekje më të mëdha se sa lindjet, dhe forca e punës në Shqipëri mund të jetë në ulje. Kemi patur dhe emigrim më të madh, rreth 500.000 veta vetëm në 10 vitet e fundit, kështu që janë disa shifra interesante që do diskutohen në emision. Bie forca punës e ja kush kina më? Po fasonë. Lëre tani, sa më bukveç. Të dashur miq, edhe ne kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm, sigurisht që do të shihemi sërish nesër për të shtunën që ne me zi e presim në orën 21 këtu në Ora News për I transmetimin e kësaj puntate. Nesër në Channel 1 në orën 25 minuta. Për kontaktin e 069 20 00031 vetëm SMS. Mund të paraqiteni këtu në ish Kino Studio rruga Aleksandër Mojsiu, ajo rruga e prishur që tham në fund, pranë Ora Newsit, ose mund të dërgoni një email në alarm@oravisnews.com. Ndërkohë që
ritransmetimi është edhe sot në një pas mesnate në Ora News apo në orën 6 të mëngjesit. Armir, çfarë ke? Jo, sa i mam me këto. Unë mbaj mend edhe natën e mirë shihemi nesër. Natën, më fal, u do.